Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni në përbot, e di që gjithë emigracioni që ka ikur mbas 90-s, sot janë bërë nga 70 vjetë. Fëmijët e tyre janë jurist, janë inxhinier, janë doktor në të gjithë botën. Shqiptarët e mi, filin që ka kohë që ka erdhur në Shqipëri, për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore. Por, shumë shtete nuk e dinin ku binte Shqipëria. E bëm në atë mënyrë që ta njohin Shqipërinë. Dikush mund të thotë, çdo të thotë kjo që ta njohin Shqipërinë, çfarë keni bërë? Bëm organizimin në gjithë shtetet e Amerikës, të 50-ta, në Evropë kudo që ndodhe. Ka ndalë studentët. E bëm në atë mënyrë që Sali Berisha, me Edi Ramën dhe të shihni me sporën e tyre, ata arritën sa vun telat me gjemba si në kohën kur ka hyrë Italia, dhe vlonjatët, labrit e kam fjalën, me guna i hodhi italianët në det. Në kohën e shekullit 21, që ne të bëjmë Shqipëri me kufi natyrore, vend në vende strategjike, si Sazani, Zvërneci, me çdo vend strategji të Shqipërisë. Vend dhe ngren një parull dhe vend një tel në mes Izraelin dhe Shqipëria. E papar në historinë të Shqipërisë. Të mos shkojmë në kohën e Teutës, e në kohën e Piros, e në kohën Aleksandrit të Madh, po të zbresëm të dashur shqiptar në kohën e Skënderbeut. Kemi patur armiq shekullor me shekull. Kanë hyrë në Shqipëri dhe kanë dalë të coptuar. Jemi thyer shumë herë, po aman, nuk jemi përkullur të na hyjë në qafë. Këta sharlatan, këta hajdut, për 35 vjet e coptuan Shqipërinë. Arritën në atë mënyrë duke vjedhur të dashur shqiptar, rrugaçëria, familjet ordinere, nuk e kuptojnë se po t'ja vjedhësh tjetër pasurinë, përfundon atje ku është për të përfunduar. Këta vith, filluan të vithin me çanta, filluan të vithin me thes të dashur shqiptar, filluan të vithin me metro kub i nëmronin, prap u dukshë pak. Filluan me transport me makina, në për tunele, në për vende të sakta, gjoja ata e dinit sakta. Po nuk kam thënë që ne shgojmë çdo milimetër tokës Shqipërisë. Arritën dashur shqiptar, mendonin të shisnin Sazan e Zvërneci. Sidomos Zvërneci dashur shqiptar, ka qenë një kamp vdekje. Më keq se Tepelena. Atje e hidhin me helikopter dhe i lëshonin në atë ishull të bukur që e ka Shqipëria. Sepse dashur shqiptar, ne kemi dhe për te detit ton. Kemi Siçelin, që na e muar. Kemi bare Italis. Pra shqiptar, u ngritën, u zgjuan. Nuk u zgjuan për Zvërnecin, po u zgjuan kur pan Maqedonia, stërnipat e Aleksandrit të Madh. Stërnipat e tyre u ngritën me familjen, me prindrit, i madh dhe i vogël, mbushi bulevardin ku dikur aty jetonte Aleksi i Madh. E kam fjalën për Aleksandrin që vdiq pa parë nënën e tij 30 e ca vjet në moshën më të re që i kishte. Pra shqiptar, u ngritën studentët me qindra dhe me mira flamur. Filluam organizimin në Evropë. Kudo, ju e shihni çdo ditë. Pra tani, Shqipëria njihet. Çdo televizor të botës, po të Amerikës, gjithë televizorët e Amerikës flasën për Shqipërinë dhe njerëzit në përshpitje e tyre në 50 shtete. E në Evropë, kudo, kur kthehen dhe shohin televizorin që flasën për Shqipërinë, që nuk e dinin ku ishte Shqipëria dikur më parë. Habiten dhe pyesën, që nga Shqipëria?
që o qenë ka të rinjt, e Dardanit, të Maqedonis me flamur, me qindra dhe me mira flamur. Po, bëni demonstrat për 35 vjetë, diqnin policin, hithnin zjarë të katranët, diqnin trupat e policisë, përse a hypte mbi kurriz të tyre, kurse pëdeja, me Sali Berishën, në atë bulevard, që është sot e gjakosur vërtet, me gjak, edhe me qa gjak dashur shqiptar, me 4 veta të pa ushqyer, të pangërën, të shëgoje, fytyrat e tyre ishën më keq se në Afrikë. I vravi bulevard, i vravi nga dritarja, i vravi nga Taraca. Kur hyri Shalatani, Edi Rama tha do bimi gjyq. Po jo, zbëri gjyq dashur shqiptar, që unë ju kam thënë, ata janë bashk për të coptuar Shqipërinë. Ju e mbani mend atë kohë kur ishte kryeministri Sali Berisha. Deshte të shiste detin tonë. Ne ishte për të qarë, po dhe për të qeshur, që deti jonë spreket. Ne kemi kufin deri në Athinë, të dashur shqiptar, qamërin. Nuk harrojnë kur shqiptarët që janë në Greqi, Arvanitos. Ata janë shqiptarë që kanë bërë parlamentin e parë që ka ekzistuar në tokën e shqiptarëve, që sot quhet Greqi. Shqiptarët e mi, të dalëm atje kush për të dalë. Unë ngritën studentët dhe këtu. 3 fëmijë kalamajnë kanë gati 15-16 ditë. Por, shqiptarët e mi, filluan, do të të regojmë, ashtu si që thash dje që dola special, që thash do të anëzirë me fytyrë, anti-shqiptarët, që duan luft, nuk unë gopë duke vjedhur, e duke cilësuar si profesora, e si inxhinera, e si avukate, e si doktor. Falso, kanë mbushur Shqipërinë tiranin, me gjyqtar, me diploma falso, me prokuror, me diploma falso, me avukat, me diploma falso, që i turturojnë shqiptarë, që 35 vjetë s'kanë marë tokën e tyre, pa marë tokë të dashur shqiptarë. Pa patru pasuri, nuk ka demokraci. Pra shqiptarët e mi, ne i lajmëruam gjithë shqiptarët, kudo që ishin, dhe i thamë, do bëjmë manifestimin, data 13 do ngelet në histori. Dhe e bëmë që të ishim me 5 e të fillon të me 6 të prismi shqiptarë, si që thash mbrëm, ne kishim gati 80 flamur të mëdhej, më falni, 800 flamur të mëdhej, 400 Amerikanë e 400 shqiptarë. Ne kishim 400 vegjël që i mbani në dorë flamur shqiptarë. Por kishim hartën që s'ka ekzistuar në tokën e Shqipërisë. 6 metro me 2 metro 2. Po kishim shumë parikarda, foto e hartës të madhe të Shqipërisë të kufive natyror. Shqiptarët e mi, para se unë të vije, Sali Berisha me Edi Ramën, që janë bashkë, dërguan njerëzit. Shikoni dashur shqiptar, ne kemi me fytyra e me emra. Çfarë kanë bërë? Mund të ta dëgjojnë njerëzit? A i shini këtë zotnin? Kjo zotnia me shqipoj e në qaf me i shqipoj do të shini më vonë. Ja pra, s'është nevoja më tepër. Këtu një zhurmë e madhe, kur unë arrita dashur shqiptar. Ata kishin ikur si majmunët, sepse janë frikacak, komunistët gjithmonë ka qenë frikacak. Spiuni gjithmonë është frikacak, se dëmton babën, motrën, vëllain. Për këta janë spiunë, se nuk mund të shkojnë me lartë, se nuk e beson njeri. Prindret e tyre ka qenë spiuna, që dëgjonin në përdritaret e në përvrimat e qesëve. Shqiptarët e mi, ne i organizojmë dhe sot telefonet të shumta që po vinë grupe student nga rrethet e Shqipërisë
për ta bërë Shqipërinë si që kam thënë. Unë në këtë moment që po flasë, unë po flasë si kryeministri i qeverisë teknike. Po a shpjegoj shumë pak, dashur, çdo të thotë qeveri teknike, për 3 muaj, është 90-ta, nuk do ziren më kush ka qenë president, kush ka qenë kryeministër, kush ka qenë kryetari i kuvendit, kush ka qenë deputet, zero. As pension nuk do kenë, leqës do arrin të marrën pensionin, sepse do jenë me këm lidhur, me duar lidhur, do enë në burgjet e Shqipërisë. Do enë duke punuar që në 6 të mëngjesi, deri sa të erret, me zinxhir në përkembe në përduar do t'i shini, duke pastruar lumin që i kanë bërë Shqipërisë, duke rregulluar rrugët, që i bërë gropa që të shkosh në Shkodër, duhet të vritesh me njeri tjetrin, të bësh aksident. Që të shkosh në kulturën e Korçës, duhet të vritesh, sepse nuk bie dheri të dashur shqiptar nga uji, nga shiu, po bie nga duart e anti-shqiptarve. Pra e pat dhe këtu. Unë ka mundësi regjizori të nëzjeri edhe qëfar një person shkon në Kosovë dhe qëfar thot të dashur shqiptar. Ka 3 punde nuk ka del rroga, Rama me jate me 38.000 euro. Ky person, ndaloj pak. Ky person është Shpen Gashi. Thot jam profesor. Edhe të hapësh diksionerin, me libër shtëpie e shante, në televizorin e Kosovës, e shante atë zotnin që ka luftuar me UÇK-n. Dhe i tha, do të dëgjoni edhe vetë, dhe i tha, e janë Shqipëri të bëjmë revolt. A i zotnia i tha, ne nuk bëjmë revolt, ne jemi për paqe, e ata djegëm Shqipërinë, e atë të t'jap të flaq para shqiptare që po vinë me mira, do me thënë organizatori i fshet. Ky fytyr të dashur shqiptar para ca koha, që tha, ne do t'jejmë zvar, e tha, bari shaka. Kjo fytyr që thot, jam profesor në universitet, që çfarë nuk i thot ati zotni ju, mund të dëgjoni disa gjëra. Dinë shesh me mua aty ti, hajde ma jep këshillën aty, t'japo mikrofonin. Hajde na pri, o general, na pri vlla, se jemi në luftë. Mos ta bëj si Albin Kurti na djesh leksione në luftën kod paqe, e në kod luftën na jep leksione paqe. Ama na burrë. Na Albin Kurti të pëthoj na ik, pas po ik. Fa kohë dhe Albin Kurti, ku i Albin, gjoj dhe tira më nikla. Nuk i ka shtu njeri, ja, s'monesh me ik, se i ka fitu votat. E të shi, o bac, me protesta. Ji në anën e dur, po t'ja vllai një këshill para se ta mbyllim. Ji në anën e dur të historisë, sepse ti edhe sikur ti je njeriu më i keq në botë vlla, ke bën një akt sublim, që e çu me vdekjen për ditë në luftë. Mos e prish në fund jetës tani vlla, në të mosh mos e prish. Atë Unë nuk e prish. Në dur të historisë vlla, mos rime Ramën e me tjetër si e luftar. Ti duhet na hapësh zemër, jo ta thuash që ke gabim, vlla. Unë jam në shtetin shqiptar. Nuk jemi shtetin. Hajde bëj me Shpenin me Vitonin ata 100 vjet atje, le shtetin shqiptar. Edhe tjetër, nuk është Edi Rama shteti shqiptar do të. Nuk është Partia Socialiste shteti shqiptar. Jo bas, jo të betohem, ti e di që në jetë tjetër s'po vendoj vlla. Po jo vlla. Jo, nuk po vendoj unë ty. Pra shqiptar do t'i shihni dhe fytyrat që e pren dhe keblën para se të vimim ne. Ky zotnia që është tu me këtë shqiponjën në qafë, tamam si bolshevikët, kur e vunë shqiponjën dhe një kryq të dashur shqiptar, i vunë kryqin, i vunë në më fund, ja vu drapëre që kanë, yllin komunistët, çfarë nuk ben mbi shqiponjën tonë. Të dashur bashkëdhetar, shqiptar, ne shqiptarët kemi 3 fe, katolik, musliman, ortodoks o krishterë janë njësoj. Po feja jonë është ky flamuri o shqiptar. Ku që zi, çdo njeri që ka erdhur nga këta 80 e ca vjet, 85 vjet, çfarë si kanë vënë kësa shqiponje? Yllin, drapin e që kanë, tashina i ka vënë ky zotnia këtu, kryqin në qafë, të dashur shqiptar. Ky zotniu pre keblën,
drejtori i policisë, Byroja Kombëtare, më dëgjoni me vëmendje s'do bani përgjegjësi penale, kombëtare, ndërkombëtare. Nëse ju nuk e arrestoni këtë që preu, Keblën, duke kënduar këngën e patriotëve, duke kënduar këngën e çamërisë, Bashkimin e Shqipërisë, ky person preu Keblën. E kemi duke prerë Byroja Kombëtare, drejtori i policisë, që këta zirqin, prisin keblat, asnjë nuk ishte nga policia. Absolutisht asnjë. Një zotëri që ka qenë Shkodër, unë kam patur respekt për atë dhe është në Tiranë. A ishte përfaqësues, vetëm një person. Personat nga ne i vjen dhe i thonë, e Anicë Pozirë, e shtynin, e pren keblën, edhe fashistat të vinë, edhe armit tonë shekullor nuk e presën, sepse këndonin, as unë nuk e di, cilit janë ka këtë këngëtor, që thoshin, o Shqipëri e kufime natyror, o Çamëri do bashkohesh me Shqipërinë, o Kosovë, o Malizi, o Maqedoni. Pra, ky fytyrë, që kërkohet ka ca ditë, është ky fytyra tjetër, që quhet Altin Gonxha, një hajdut. Ka thënë që kam bërë universitetin doktoratën në Bruxelles, në Belgjikë. Që ky është një hajdut. Është një i biri i qenit. Është i biri atij që ka qenë kryetar dege Shkodër e kudo. Dhe ky mbarovi shkollën e sigurimit. Kokë e këtij. Ky përfaqësonte Sali Berishën me një tavolinë. Dhe ky mbante kush të fliste në merat në megafon. Doli një avukate nga Durrësi, e din tërë Shqipëria, dhe i tha, ju keni mbledhur atje, ju keni vjedhur Shqipërinë. Shqiptarët janë pa bukë. Ky i tha mbylle. Ajo i tha, Altin, nuk i tha mbiemrin. Ti njoh mirë, se ajo është vërtet juriste, kurse ky është jurist i George Soros. Ky ka sjell George Soros. Fytyra e këtij. Këta janë të gjatë Soros, dashur bashkëdhetar shqiptar. Ti idhem në kjo zonja, fatkeqësisht nuk e ka shkruar këta, kanë harruar. Kjo zonja del në demonstret para kryeministres, e thotë unë jam përkëthyese e të gjitha atyre që vinë në Shqipëri për të marrë toka dhe pasuri. Ah, moj zonjë. Po nuk mirën pasurit e shqiptare me ke dalë aty e veshur edhe pipilosur. Kurse shqiptarët s'kan buktar, kurse ti me 2-3 ora, edhe ora jote bën $20,000, ku jetet i parat. Pra, shumë shpejt do themi emrin, se pas kanë harruar, duke folur. Zotni, Arben Kola, urdhovi që ta priste ky, keblën. E është kapur me satelit, është kapur si urdhon të ky me i magafon, po pati fatin e madh. Se u larguan si lamashët, kur unë arrita. Ky Arben Kola, mbrëm të dashur shqiptar, gati për të marrë mashinë për të shkuar nga Skënderbeu. Doli dhe tha, i shgori tërë, mbrëm, tha, ka hyrë disa, tha, që kërkojnë pashaporta, e magjinovi. Filluan po godiqin në demonstratë, se duan të prishën demonstratët, këta njerës që ishë dëshinë. Me ratë, do them. Ky zotnia foli, amani mos u rrini, mos na i prish demonstratën. E tha fjallën për të prish demonstratën. Kanë ardhur njerëz ta kërkojnë emrat e pashaportave, e mashtrovi. Si para një jave, dashur shqiptar, ky, së bashku me të tjerë, ky Arben Kola që ka veshur, i vetmi njeri ka këtë formë që t'i njeh nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Që t'i njeh ky person, të dashur bashkëdhetar, urdhovi këta e nga 7-8 me fanella të bardha, me bluza si i quani ju, me shqiponjën për para, zotnia ka në qafë shqiponjën dhe kryqin në mes. Pra dashur shqiptar. Shpend Gashi, vajti në Kosovë, në televizorin me të njohur.
Dhe thristi çka letër shtëpie i thoshte ati ushtarit tu që kes që e pat. Eja në Tiranë të bim revolt. Eja i tha, ti apun mikrofonin. Do me thënë, këta fytyra janë në urdhë. A i shini këtë zonjë në fund dashur shqiptar. Ira Kurti, një agente greke, një agente sërbe, bashkëpunëtore Sali Berishës, edhe Edi Ramës. Kjo zonjë, policia i ka. Kjo zonjë, kur deshte prishin teatrin, kjo i binte policave me gur, e kaprën polica. Kjo persone i binte. Kjo ka erdhur sepse e përzuri Kanadaja. Unë e njoh personalisht këtë fytyrë. Dhe kjo bërtiste, po kur ka vajtë runësisht e me, kjo fytyrë, vete në Vlorë, breth me biciklet, gjoja u bën intervist njerëzve, zem bërtet. Kjo zonjë, babe kësaj, antari komiteti qendror. Rami Salia, çdo vit që vinte gjoja për dëshmorët, vinte në shtëpi e kësaj. Ka qenë basketbolliste. Kjo. Merë para nga çdo njeri. Dhe thot, edhe unë jam bashkë me këta. Pra shqiptarë. Po e lej të mos ta shikoni fytyrat e këtyre. Shikoni kush janë. Të dashur shqiptarë. Demonstrata që bëhet gati 16 ditë sot. A e pat më datën 13, shqiptarët e mi. Kur u drejtuan drejt Skënderbeut, hodhë, qishe me bezin. Molimatova qa u thoni juve këtyre. I hodhë, duan të djegën Shqipërinë, po i këta janë në kontrol. Këta janë të Soros që ishini ju këtu dashur shqiptarë. Të Soros e të Sorolobëve. Unë u kam thënë, ne jemi gati për shkuar në zyrë. Mua, sot më kam bërë telefon. Qindra intelektual grupe që do vinë, shqiptarët e mi, kudo që jeni, shikoni këto fytyra, sidomos atë që është veshur qëllimisht, të njëjtën ngjall si më në 10-ën. Të gjithë të sigurimit, u veshin me pardesy të bardhë, që në Berisha, që në Ceka, a e mbani mend Cekën dashur shqiptar, që turmi u nis për të vajtur në blok, ku ishte shtëpia në verit e me radhë të politikës, gjoja të udhëheqjes. A i ndalojnë në mes rrugës, se ishte e tyre, pavarësisht se në xhamia ishte në dajt, pavarësisht se antarët e Komitetit Qendror ishin në dajt. Të dashur shqiptar, realiteti erdhi. Shqiptarët u njohën gjithë botën. Shikoni fytyrat, po si këta janë edhe 15 të tjerë. Të gjithë ata që vënë demonstrat, ai që ka një shqipoj, mund të ketë, i ndrojnë prap ata, bluzat të bardha, shqipojnë për para. Sidomos ai zotnia, me qanë zotaj, që është Gafieri, ai zotnia, edhe Shpend Gashi është Gafieri, unë dje Kajqardhi, Shpend Gashi që është Kosovar, familjet më të mira të Kosovës që janë në Fier, që kanë vojtur në regjimin e komunizmit, që i kam njojtur personalisht, që i kam njojtur që mësusët vinin nga Kosova, i intrenonin, sidomos, një profesor që e vajti në Levan, afër shtyllasit, e arestuan dhe dënuan 30 vjet nga Kosova. Kosovarët vinin në Shqipëri, e dinin se ishte nëna Shqipëri, unë bushën plot kampet e intrenimit, e bën kamp të veçantë në Seman, kanë qenë Kosovarët. Patriotët, unë po i drejtojmë ati djali, turp. Turp, vete edhe në Kosovë kërkon të sjellësh, tu që kes, të marrën flak. Të marrën flak, që të mbyllën gjurmat tuaja, që keni vjedhur që s'keni punuar një ditë. Pyse mbelliu, nuk ke me afat. E ke afatin shumë të shkurtër, të dashur shqiptar. Afatin shumë të shkurtër, që ti i ke dhenë televizorin News 24, edhe flet bashkë me një zonjë tjetër. Flet për qartë, thret njëzit për anti-shqiptarë. A i ishtë anti-shqiptarë, së bashku me Sali Berish, së bashku me Edi Ramën.
Pra të dashur shqiptarë, hapën një propagandë këto fytyra, se unë qenë kam Edi Ramës. Unë kam thënë, Edi Rama nuk pati fat ta i kjo zvarë, po pati fat ta i kjo popli zvarë. Ta heqi zvarë, e zvarë, të dashur shqiptarë, jam pregatitur sot në mëngjes që zvenc kryeministrja të largohet. Flet arestimi i vajti përsëri. Unë thash dje para spakut, para shqiptarëve që kishin erdhur manifestim. A herët dashur shqiptar, unë po i them regjizorit, ja pra sa njerëz kishte kur vajton edhe vajtavon, me 6 e 20 minuta. Duhet ishe me 5. Por, nga punët që kishëm të shumta, nga sateliti që po i shëgonte çdo gjë kush hynte e kush dilte. Po kur vajta unë, mizave të kalit, mizat e kalit është Sali Berisha me Edi Rama, këte janë mizat të kalit të vëtseve, ikën në silamash fytyre këtyre. Shëgojnë dashur bashkëdhetar shqiptar, kur unë fola para shqiptarëve. Shëgojnë sa shqiptarë ishën. Po mërësi se këtyre su vjen mirë, ka një 2 ditë, Sali e kam me ty, ke një 2 ditë e ke thënë. Lere foton të shojnë. Të dashur shqiptar, a i shini këtë gazetare, unë e njoh fare mirë. Në Shqipëri ka shumë spionazh që vinë. Dhe jam drejtuar kësaj zonjës, me kemër. Eja, çfarë pyetje do bësh? E dije ç'a do bënd. Bëri pyetje për Kosovën, për zgjedhjet e Kosovës. Të gjithë këta që janë këtu dashur shqiptar, me qindra dhe me mira, pavarësisht se unë u vonova, se kishë vajtur që me 5, po thuaj gjysmët e këtyre më përpara, këta ishe kur erdha unë, ishe niku. Shikoj dashur shqiptar, Shqipëria çfarë mban? Flamur amerikan, flamur shqiptar, flamuri ton me mira vjet, flamuri amerikan 250 vjet. Nuk ua kam thënë kot, lere mos e lëviz. Nuk ua kam thënë kot dashur shqiptar. Edhe shqiptarëve u thash, ambasada është, Nenci është ambasadore, nuk lëviz, si që lëvizën të tjerë. Shqiptar, u kam thënë, 97% të shqiptarëve Amerika i do. 3% e në kohën e bolshevikëve, 3% ishën të byros, spionët që dëgjonin prapa dritares e pengjeres. U doli në shesh, drejtori policisë, sa më parë, fytyrat i ke që do t'i shikoj tër bota. Klikime kemi mbi 13 milion. I vetmi televizor që jam sot në TV Shpresa, shikojni dhe vetë, ne nuk dim të gënjejmë, ne flasëm real. Televizor si klani i klaneve, i spionazhve, më në krye Fevziu, me gjithë një nga Kosova, një agent. Kur flasën për 2-3 orë, që i thresën mizat e tyre, nuk janë asnjë 100 veta dashur shqiptar. Klikimet tona janë, sepse shqiptarët duan liri. Shqiptarët duan realitetin, sepse shqiptarët kanë krijuar, jo vetëm Evropën, po botën. E në Amerikë presidenti parë, gjenerali parë George Washingtoni, president me nën shqiptarë. Bushi, gjak shqiptarë. 100% gjak shqiptarë. Ku s'ka qenë shqiptarë? E panë në njohin tash. Dhe Egypt, Faroku, mbreti i fundit, shqiptarë. Iran, Irak, shqiptarë. Sëri, shqiptarë. Ku s'janë shqiptarë? Turqi, 20 milion shqiptarë, që i ftojmë të vinë ditën e parë që ne jemi gati për të shkuar, që të bëjmë zgjedhje të reja. 80 deputet, 41 senator. Na kanë dalë disa në këto demonstratë që po bëjnë paqësor, po duan të kthejnë në luftë. Na kanë dalë disa që kanë qenë në KQZ,
E na trego ka një grup intelektual, një grup hajdutësh, një grup parazitësh, një grup me diploma falso. Falso, na del një kuma, edhe që ka qenë i këgjëzës, që i bente çorape zgjedhje, që i pëte kujdesha i, kushtit. Zotin Kuma, po dil njerë na trego pasurin tënde, se unë t'i njo e dhëmës si i ke brënda, që atë punë mbrojmë komin e Shqipërisë. Me ke një grup që na pas ke zgjedhur, do bësh zgjedhje koka jote. Qa zgjedhje do bësh? Bolqevike? Ti ke përdhën llogarik. Qa pasuri ke dalë në televizor çdo natë, edhe fletë si urt. Po, duhet të bëjmë një formë tjetër. Po ti e mërë lëmç, ke që zanë, me këtë mistrecin që është tani, me këtë kriminelin që është tashi, që duhet ishte në burg para 7-8 vjetë. Unë nuk kam thënë shqiptarë. Të betojmë, para këti flamurit tim, të gjakosur, para kësaj shqiponje, që bolqevikët i vunë yllin, draprin e qekanit të rusit, qfar nuk i ben, kurse këta rrugacët janë tani 35 vjetë, e lem flamur në shtyll pa lëviz, më gjithë botën, natën ullet dhe ditën ngri. Flamuri është bërë cop. E pra, sa e duan. E pra, e shini manifestimin tonë. Më thoni, hapur, gjithë demonstratat që ka bërë Saliu për të djegur policinë, e Dirama, hithqe, edhe dite Shqipërinë. As i flamur shqiptar, që nuk e duan. Shqiptar, flini mendjen, lot, nuk ka as pëseme, as pëde. Pësen do të shini këto ditë, të gjithë do largohen. Si që u largua ajo zonja nga Shkodra. Ja të tjerë, e di e kuptovja zonja nga Shkodra, se nuk i takonte të rritë atje. Se unë kam thënë, pre 90-ës, që kur kam erë thunë 23, që neja 5 ditë me mision, dhe deri më sot që kanë qenë në pozitë, do t'jenë brënda. Edhe ata që kanë vdekur, ne shqiptarët e kemi u themi paramet, jo paramet, që kanë coptuar Shqipërinë. Fëmijët e tyre bredhen me makineri, moderne me kostume me ora nga $30,000, si a zonja që kështë në dorë. Që thotë, unë jam përkëthyse, që mos ke Shqipëria, të vinë, të bëjnë tregti. Kush bëjnë tregti? Të zintët, spanjollët, indianët, pakistanët, kinezët, që s'kanë vend në tokën e Shqipërisë. Keni shirë, po do të shini burgun me dorë të lidhur dhe me zinxhira. Shqiptarët e mi, erdhi koha e realitetit. Ejani sa më parë në zyra e shpresës së kombit. Ejani e kemi ngritur, dhe po e them, nuk mburrem kur në jetën time s'jam mburr. Ne jemi që i bëjmë. Ne ngrim Maqedoninë, ne po i ngrim. Ata që të gjithë janë, nuk janë me ata që të zora në fytyrë. I shikoni vetë, dashur shqiptar, edhe mbrëm. I bënin planet dhe e panë që ne i shikojmë, e vunë një parikard për para, një parull, që të mos duken. Dhe a i doli me njerë, a i me atë bluzën, që kur punonte në rrugë, me atë qulaf që jam patriot, a i ndyu patriotizmin. Ndyu patriotizmin. Që i tha tjetërit, shko, pre kablën. Kur këndon të një vajzë, një zonja vajzë që ka qenë, e një djalë, këndon të bashkimin e Shqipërisë me kufi natyrore. U digjen sytë. U digjen sytë se i paguan greku. Po unë a kam thënë greku s'ka më punë, le ta provoj kryeministri grek. Qa do t'i njajë të kje Skënderbeu? Le ta provoj dhe një huaj. Pra, ne pratë punë jemi. E bëm manifestimin, ishin me qindra dhe me mira, e patë dhe vetë. Originale. Pa marësi se u vënovë. Po t'ishen parë, edhe rrugët e Tiranës do ishen aty. Të digjonin, realitetin. Kishe dërmen të flisje vetëm 10 o 5 minuta. Dhe doje që të flisin
nga publiku, shqiptarë, të tregonin historinë ashtu si i lash, të tregonin vuajtjet e tyre, si një zonjë që doli, apo jo s'pak, hypi mbaj hekurave, u hodh brenda të erdhi më derë. Përse ja aty? Asaj zonjës, me njerë, pavarësisht se spaku nuk është për këto punë, për pasurit. Spaku është i vetëm që është ngritur edhe byroja kombëtare për të arrestuar 35 vjet. Unë e thash para, spak të ka kaluar dita. E kishe deri dje. Pavarësisht se i vajte sot një mane mund ta shihni e në foto të dashur shqiptar. Ja e shihni, ka dalë aty si fani spathi. Jam milioner, thot, i Evropës. Dijes kishte brek. Me sandale në bulevard. I thash që dije, pra po i them sot e po i afrohem. Mane, kush ministër që ishte ekonomist në kohën e Berishës të dha miliona e biliona dollar? Kush është? Se merë më qafë familje dhe fëmijë, të thash, dil, ke kohë të dalësh, pa marësi se të muarë telefon, e telefon të mos ta këshë marë, ne e dim, lëvizjet të në më dëvogla, me një 15% qarë hynte në ajrë, e qarë hynte në tokë koka jote. Se merë më qafë familje, dhe i di e s'ke pat brek, tashi, e New York që e more atë palatin. Jo, është i shqiptarëve. Pra, ja pra si të erdhë më derë trokitën, se shvetëm sot, ka dit e dit, të dashur shqiptarë, ja thash brem, spaku. Spaku duhet kishte arrestuar para 5 ditve 85 veta. Dhe mbas 85 veta, ishin 120 të Saliut e të Edi Ramës. Ata organizatorë, nuk kanë faj shqiptarë, apo u drejtoj më mirë drejt, nuk kini faj uve antarë të thjesht. Si të pëses e të pëdes, u mashtruan për 35 vjetë. U thanë do t'u japëm toka, s'u adhanë. U thanë do t'fitoni gjyqin, u talë. U thanë do t'u akthejmë parat e piramidave, me kësi gjallë. I biri ka televizor. Berisha ishte president, me kësi kryeministër. Dilte o thoshte piramida, hajde një sili parat. Unë kam 5.000 të mbesojnë, hidhin në torbët. E hidhin një shqiptarët e shkret. U amarë me piramidat, ndërmjet sualt parat falso nga Serbia. Dhe kemi dhe emre. E një person është i vdekur dhe i kanë bërë edhe skulptura në për Tiranë. E fytyrat e tyre. Mane, dil, që po trokasën më derë, jo vetëm ty, familjarisht. Hysem Belliu, nuk keti televizor. Televizor e kishte ai italiani që ka hapur një televizor tjetër. Ja muari ati, Ilir Meta, ta dha ty, që ke nga ana jote. O kapterë, i ku puna jote, dil që ke vajzën edhe djalin, dil dhe i thuaj, do vesh breket e vjetra, do vesh ato brek kur kam qenë kapter në Maliq, në kohën e bolshevikëve. Dil, para se të kapen me zinxhir. Kastrat, dil, edhe leri që ke se janë tënde. E hotel në Florida nuk është tëndi. Jene shikim. Dil sa nuk është vonë, mund të kesh letësi. E ka dorë populli shqiptar. Parat e tyre. Dashur shqiptar, edhe janë e 2 vëllezër. Shoni parat. Mos bini mend e Sali Berishës që unë thot, miku non grada. Pa ish non grada. Në Evropë, më shdo vend. Saliu e di mirë, Saliu talë. Përsëri u talë sot që në mëngjes. Me ata gazetarë të shkret që dalën, që s'kan rogë fare gazetarë e tereni. Më vjen shumë kej, ju i një shpresa e kombi. Ka dalën gazetarë tjetër që lamatet.
që vete pyet Berishën, jo aty ku duhet, i televizojit 24. Edhe emrin e kemi, do të nxjerrë. Është djali i ri, që uzu me atë në televizorin e Fevziu, atë nga Serbia, ja harrova emrin. Bato, e ka mbi emrin. Uzu, dhe e tha ju keni vjedhur. Po ti, se i ndihmon, edhe ke filluar të hapësh gojë. Pra, unë sot shqiptar u flas si kryeministër i qeverisë teknike. Unë sot flas si misioner. Unë flas sot se di çdo gjë. Flas se dua Shqipërinë time. Po t'ishte për familjen time, për veten time, për fisin tim. Jam në rregull në Amerikë. Por jo, nuk më zë gjumi. I kam të gjithë mirat, nuk më pengon asgjë. Nuk jam në atë gjendje si ishte familja ime përpara, që kishte biliona dollare fabrika elektriku, fabrika e florit të bardh në Maliq. Kalan, qeshë Maliq, është e Pilinqa. Ti gëzoni shqiptarë, asgjë nuk dua. Unë dua vetëm i gjë, Shqipëria e kufijve natyror. Unë dua vetëm i gjë, të kthehen të gjithë shqiptarët kudo që janë në përballë, të vinë në tokën e Skënderbeu. O shqiptarë, erdhi koha juaj. Ngriuni, ejani, jo të prekni policinë me dorë. Drejtori i policisë nuk është si të tjerë, sepse është familje labëris. Baba i tij ka qenë oficer. Në këtë periudhë, jo në kohën e komunizmit. Të dashur shqiptarë, unë po i them përsëri byros kombëtare, vishni çismen, arrestoni sa më parë ata që prejnë kabllën, që desh të bëni zhurmë, që para se të vinje unë, ata patën fat këto fytyra, nuk jam trim. Aman, ai që më del përpara e shkel. Unë s'kam pyetur në kohën e regjimit bolshevik, i lidhur me duare me këmbë. Jam i vetmi person në të gjithë kombin e Shqipërisë që më 70-ën më futën brenda nga intrenimi 3 herë apel në ditë. Në shtyllas më mbyllën mbi dhomë, arrest shtëpie. Tër familja ime është leminuar, pati fat nëna ime, që punonte në për myzeqejin trenuar, e pastronte edhe me dorë, jo me lopat. Vdiq 104 vjetë. I matë nga Bureli 2 herë, por sa vajti në Amerikë vdiq nga plagët e bolshevikëve, nga plagët e burgut, që ishte dëdhe, si baba im, e me qindra dhe me mira, kanë dekur në përburgjet, dhe se panë Shqipërinë të lirë. Por erdhi koha, stërnipët e tyre, niprat e tyre, fëmijët e tyre që janë të moshuar 60-70 vjetë, ta gëzojnë këtë ditë, m'janë ndejtë brënda. Dilni dhe thoni, duam Shqipërinë me kufi natyrore. Jo si shton ata për provokim këta fytyra, Burg Saliu e Burg, jo, edhe Edi, jo 2 personë. Unë kam thënë janë 1820 deputet që në kohën e Saliu 92-shin në prill dhe deri në minutë që do arrestohen, do konfiskohen, pra që në 10 e sot të gjithë dojë në burg. Nëse e ka bërë, po s'mundet të bëjë një shtëpi me 4 dhoma, këta kanë vila, ju e mbani mend një pastruse, nuk është fjalë e keqe pastruse, punon të shketa hallë. Kur i pa me një shtëpi 4 metro me 4 metro të mbushur me dollar e me euro, i mori 1 milion e ca, pas u kuptua fare. E ku me një që punon të me një zyrë të thjesht, llogarite parate e diramës 3 kate poshtë, do t'i kenë shqiptarë. Edi, ke për plan mbram të arratisësh bashkë, ke pashaporta lloj fytyra, ta kam thënë, Edi,
në publik, e në hen të vesh, do japësh llogari me këmbë me duar lidhur. Shumë shqiptarë më kanë thënë në zyrë, dashur shqiptarë, pse i lini të gjallë? Ne i shqejmë, ne i mbrojmë, të jenë të gjallë që të shini në gjyq qa u kanë bërë. Të shini në gjyq me ka kanë punuar me Grekun, me Sërbët, me Francën, me lumet e lumeve të Shqipërisë. A i shini demonstrat të dashur shqiptarë, flamuri shqiptar të këtyre fytyrave, se se pranojnë flamur amerikan, kanë gjitur flamur amerikan me flamur engles, që englezët nga coptuan, ja dhe në Grekut qamrin, dhe në luftë e dytë botërore i dërgonin këpucët me një kemë. E na dashka të bashkoj flamurit tonë, jo. Jo, englez, i keni futur njerëz nga Ingliterë, ne i dim kush janë, kush ka tregti restoranta, kush ka hotele, e kush ka dyqane ushqimor, ne i dim. Na kanë erdhur shumë njerëz, po ne i dim para se të vinë të hynë në dera jonë, në dera e kombit, në dera e shpresës të kombit. Turpi botës, të vend flamur engles e flamur shqiptar bashkë. Nuk u vjen mirë për flamur amerikan. U dham gati 200-300, u dham atyre që shkonin, u hamuar pe dorë, edhe i lanë, pa flamur shqiptar, pa flamur, asnjë flamur amerikan. Shqiptar. Kam shumë për të thënë, e më vonë. Shumë foto do shini të antarëve që janë anti-shqiptarë. Vërtet, i të rrita me pajsori ishte e fundit. Tashi, presëm, të përfundojnë arestime me kryesor dhe të tjerët, që janë me mira e me mira, që vrije u vetë zigjira. Ata që janë në për televizor, që bëjnë komente, talen, ata që bëjnë si agron laka, me shok, që delës bardhemët, agron, nuk do qeshësh me fytyra jote, i talur me shqiptarët, pa shkollë, pa ide, i talur për çështjen e Shqipërisë të kufive natyror, të pliqeu kur vajte në Greqi. Po labria nuk të harron, të njojnë. Si ai me qindra në top qenu, dalën dhe ullën autoritetin e shqiptarëve. Zhvishen, qa nuk bëjnë, që të ullën autoritet shqiptarë, jo agron. Jo ylli. Kudo që jeni, bota e mori vesh kush është Shqipëria. Bota e mori vesh se keni 35 vjetë gjoja, bëni teatr, komente, gjoja jeni kryesor të televizor, jurista, avon mirë të them shqiptarët e marrën vesh bukur, avokat, gazetar të emruar, nga Gjermania është që fillot del me një triko të kuqe në makinë dhe bën propagandë. Anti-shqiptare. Unë nuk kam thënë, kemi shumë në Evropë, e në Amerikë, ish oficer, se nuk vinë, ku janë ata që thanë, do vimë. Ku janë ato fytyra që thanë, do bimë demonstrat në Amerikë e Washington. Pse e gjenjet shqiptarin? Ku je? I e mësuar parazit, po erdhi koha e shqiptarëve të vërtet. O shqiptar, do shiroj Shqipërinë. O Kosovë, që Kosovarët çdo shtëpi, çdo rrugë, çdo bulevard kanë këtë flamur. Shqiptarët e quaj krahin Kosovë, në Amerikë, e venë në makinë, e venë në shtëpi, në gjoks, në dorë e bëjnë, skulptur. Çfarë nuk bëjnë? Shqiptarët e Shqipërisë të kufive natyror. Malizi, janë tregtar, do vinë në tokën e princave, të mbretërve, të Teutës, të Piros, të Aleksandrit, të Skënderbeu. Shqiptar, nuk e dia kap ndonjë tjetër,
për të thënë, pavarësisht se janë shumë, po i lodh shqiptarët, po shqiptarë duheni ta dini mirë. Kjo kushtetut, shqiptarë, kjo kushtetut, që e sot është në Amerikë, e kemi përkëthyer në Shqipë, do tjetë në tokën e Shqipërisë. A më të gjonë o kume, që ke qenë në KQZ në nëzjerë ke, të ndërrojmë të ca ligje, jo. Do të gjveshëm piske la kuriq të gjithve. Vendi ju ashtë në burg. Të gjithë të burgosit që janë në tokën e Shqipërisë, i përmend me emra e din, Korçë, Fier, Rokozhin, Durrës, Tiranë, në Pogradec, kudo që janë, Korçë, do t'i hapën burgjet. Se janë në burg për një cigare, për një dritë, për një copë bukë. Sepse kanë mbjellë perime në dritare tyre nuk i lenë. Amo, që t'i sjeli manja nga Serbia e nga Greqia. Kjo kushtetut do e. Ua kam thënë 1000 herë. Nuk ka tjetër rrugë. Ne e quajmë është në 10, dikush e quajnë Shqipëri e re. Jo, Shqipëria është. Shqipëria e kufive natyror. Duan t'i deformojnë, si që po e deformojnë Shqiponjën, u lothe shkreta Shqiponjë, drapër që kanë në kohë, yllë, ta shina i vërën kanë, e një kryqë. Shqiptarët e mi, ku do qini, bajni flamur, bajni si që bajnë emigrantët në Amerikë e në Evropë, qajnë me lotë të tyre edhe mbajnë këtë flamur, e mbajnë në balkon, në tryez ku vizitojnë, në kuzhinë ku hanë, e mbajnë të dyja këto flamur. Ky është flamuri i shpëtimit, ky është flamuri i mira vjeçarve, ky është flamuri i gjakut shqiptar që qushe gjenerali i njohur në botë, Washington, shqiptar. Fjalën e fundit e them, nuk pyete se kush është president në Amerikë, ashtu vinë, ashtu shkojnë, mos kini dërmend. Mendoni se unë thonë ta mashtrus ne jemi këtu, që ti përzejmë. Dashur shqiptar është pa rrullë. Dhëndri i presidentit, a i s'ka para. A i mundohet të bëj para me kryeministrin e Izraelit që ka vrarë. Vetë po vret Izraelin, si që kam thënë gjithmonë, janë punëtorë, punojnë në Amerikë 7 ditë, një javë, janë të zotë. Por jo, si kryeministri e tyre, e pesi i tha president e Amerikës, s'kishte rrugë, i thanë president, folë këto që janë për të folur, e i tha s'jam me ty, kryeministri të Izraelit, bëj si të duash. Pra, s'ka më. Irani është i fuqishëm, do t'i coptoj të gjithë ata që kanë vrarë fëmijë, pleq, plaka, që jetojnë në për rrugët. Ata janë fëmijët e Zotit. Të dashur shqiptarë, janë fëmijët e Zotit. Ashtu si fëmijët në Shqipëri, që s'kanë bukë. Ashtu si të rinjt intelektuale që po mbajnë telefon, kanë doktoratën, janë pa punë, kurse këta rrugaq, pa shkollë, si ai avukati që nxorra që thotë kanë bërë në Bruksel, fytyrë e tij. Ai s'di Shqipen, po e di Shqipen, e babës të tij, si ta arrestoi. Ai person u i tegur policisë së bashku me Ira Kurtin. Ky person i quajtur Altin. Ky u i tegur policisë, që policia i ka marrë si mos atë fytyrën e Altinit, me atë republikë tamam, si dikur e mbante jati ti në Ministrinë e Brendshme. Rrof Shqipëria jonë, e ani shqiptarë, e ani për qeveri, e ani të bëni ambasador, e ani të bëni të policisë, nuk e që policisë, po tini shefa, se shefa u ka lënë emrin, tini ju drejtor të policisë, tini ju të kontrolloni, tini ju që polici mi thjesht të marri, si që kemi bërë në program $1.200 në 2 javë. Edhe janë pak. Të ketë inshurancë, të ketë kontrolin e familjes, të jetoj me një vilë,
se shumë njerë si ajo, Ira Kurti, po si do na japësh popullit, po jo ty, do t'i marri popull, do t'i japësh popullit ti, hotel më tha, edhe vila, e bën propagandë, po, do t'i marri. Kurse ti ke burgun, ashtu si të përzun nga Kanadaja, që ke bërë, atë lungë që ke bërë, pra, shqiptarët e mi. Ejani në demonstratë, çdo ditë shkoni, mos i djoni ato fytyra shumë shpejt, policia do t'i veri prangat, po i kërkon. Mua më vjen shumë keq për atë arbë kolën. I gjatë blozën, i gjatë kapel, që nuk t'ka lezet, që del aty e lamatet. Pra, shqiptarë, rrofë Shqipëria e kufijeve natyror, Shqipëria e shqiptarëve, e jo e tradhtarëve të këtyre që shihni në foto. Shqipëria e shqiptarëve, jo e të zinjve, jo e indianëve, jo e pakistanëve, jo e çdo lloj krymbi që të vinë në tokën e Shqipërisë. 1 centimetër nuk marrën dot. Po, do vinë kompani të mëdha. Po për 10 vjet të hapin naftën, të punojnë në minierë, të punojnë shqiptarët, të pak në minierë, është $140 në orë të dashur shqiptarë. E pra, minierat e Kryemadhit, e të disa nga Turqia, i paguajnë $35 në ditë, që u bje shkemi janë vrarë. Jo, është të pak të 100, Amerikë është 200 e ca në botë, në orë, edhe hynë minjerë, e i sigur, në marën minerali, në marën hekur, qelnikur, florin e fabrikës të Rubikut, në i marën me tonë, që do hapet përsëri, është e shqiptarëve. O shqiptarë, nuk do lem këta, e djali, i Rami Sali s'ka banga, janë tuaja. Të gjitha që kanë banga në Evropë, janë tuaja. Hiqni parat sa më parë, përveç bankës qendrore të Shqipërisë. Janë banga private, hajdute. A i keni parë si doli njëj që ka edhe televizor, edhe ka e universitet, ka qenë ministri financës në kohën e nanës. Ka hapur thot me telefon, e arësillni parat, hap një sytë shqiptarë. U gënjyet me piramida. U kanë gënjyer, u mashtruan. E janë, ta bimi Shqipërinë, të shpëtojnë fëmijë. E janë shqiptarë, miru pafshim dashur shqiptarë, shumë shpejt do dalën. Shkruani, po të vini, nuk është koha me e shkrimeve. Është koha të vini fizikisht, të zini vend, e të thoni karrika është e mije. Jo e këtyre anti-shqiptarëve. Rrofë Shqipëria së bashku me këtë kushtetut amerikane. Kjo do tjetë në Shqipëri. Natën e mirë të dashur shqiptarë, ku do që ndodhin. U presëm, pa durim, e janë, natën e mirë.